Kam 15 vjetë që qeverisin si që do. Është një krim edisoj civilizuar të hetohet nga prokuroria. Buzëm nuk na morën, nuk na konsistuan asnjë prej nesh. Më pas morën zvarë edhe qytetarët e kësaj zone. Kështu që le të ecim mbi atë çarku. Sipërfaqja që është në sipërfaqe. Edhe në protestat e Tiranë, edhe në protestat e Kuzhia. Të mësonte, të kulturoj dhe të dinte si të jetonte me natyrën. Edhe mendoj që duhet mbrojtur, kemi humbur shumë pjesë të Shqipërisë që kanë të njëjtën natyrë të egër ose të paprekur, të virgjër si zvërneci, narta, po mendoj që kjo është akoma edhe më rëndësishme sepse kemi shumë specie që kudo në mesdhe janë në zhdukje. Bëni kujdes, janë të egër, janë të pashpirt, janë të paprekur. Jo vetëm të ne, por ka shumë shqiptarë që vuajnë me problemin e tokave sepse këtu në Shqipëri kush është më i fortë ai grabi tokat. Ne kemi pas probleme këtu me një fis shellarësh, i cili pretendon dhe me dokumenta fallse s'ka pasur asnjëherë tokë dhe në histori të hysh nuk ka pasur asnjëherë tokë të zonë. Wanting to connect with my Albanian heritage and to show off the beautiful natural wonders that are here because I think it's so underappreciated about Albania. And so I came back because, the protest started at the beginning of last week and they continue to escalate each day. And I reached out to people and said, how can I help? And we decided that we would do this